të parashihet buxheti për dërgimin e flet votimeve për votuesit jashtë Kosovës, pra ata që regjistruan për votim jashtë Kosovës, përmes postës të dërgohet flet votimi nga KQZ-ja secilit individualisht. Jena të sigurt, mbas të përgjigjes nga PTK-ja dhe nga DHL-i, që ky operacion ka me dështu. Jemi të sigurt. E kemi raportimin që kjo nuk mundet më realizu, veç pak të përfundoj. Jemi sigurt, jam sigurt. Janë pyetje 3.722.000 euro që janë të parapame, të cilat une nuk e kam guximin me nënshkru se e di që dështojnë. Edhe une nuk jam interesu mi djek 3 milion euro. S'ka nevoj mi djek 3 milion euro hesë. Qa kryet pun paguhet. Aspekti i pritshmërisë anticipativ është me dështue dërgimi me postë. Hapur. E kemi 5 sekretariatit, i kemi letrat prej postës, edhe unë nuk kuptoj, ose s'po muj me kuptu qëndrimin që do mos do me u fut mjetet, me u shpenzu mjetet, kur kemi disa fakte dëshmi se ka me dështu. Kjo është aspekti pritshmërive. Nuk jam këtë aspekt me shëndëru në fakt, kur pritshmërit janë me dështu. Une në nënshkruj edhe 5 milion edhe 10 milion nëse është në pyetje, nuk është ajo çështja. Çështja është që dy institucione që e transportojnë postën, na kanë deklaru me shkrim, zyrtarisht, që dërgesat nuk shkojnë. Ose shkojnë diku kaj 7 janari. Edhe me këtë njohuri tashna, edhe me insistu, me vazhdu mi harxhu gjithë ato para, është pak për mu absurde, është e ditë që nuk janë para që mundër mu harxhu pa asnjë shërbim. Kështu që unë atë probleme. E para do të me ditë veç një sand. Një rregullore që është miratur me 2/3 në bazë të asaj që kërko dhe ligji, nuk mund të shkelet pavarësisht çfarë buxheti miraton asnjë operacion zgjedhor. Faktikisht jo me vetdije, po hynin në një qorsakak i cili e hudh poshtë komplet votimin e diasporës. Po kjo këngulja me çdo kusht me amohu pjesëmarrjen në proces zgjedhor mërgatës, kjo është, nuk e di, kjo panik ka vjen, pse vjen kështu. Edhe njëherë, po të tregoj kolegë. Non-shkurti që keni akuzu, kanë abuzu, i madhe i vojë kush është ma herët me non-shkurt, që kena panika. Ti që shtu e menën, edhe vazhdon me menën. Jo, po ti ke shku në të gjykata. I keni dërgu kolegën e ju, na ditë në gjykata keni nejtë, pikrisht për shkak non-shkurtit. Nuk është problem, nuk është hiç problema. Qa tu ka njës këtë filli shaj. Edhe e keni pranu ndryshimin e rregullore. Po edhe për çështje tjera dhe shkelje tjera, edhe prap vazhdoj edhe do të shkoj edhe do t'i denoncoj. Cilin do keqpërdorus për çfarë do lloj shkelje? Ju nuk shkut mi denoncu. Po shkova jo, si ke denoncu ti. Ju, falë zotni, juve ju kanë dalë përgjimet, ku kryetari ju i partisë ka mshel atë çështje. Po kish prokuror të hajrit, ajo çështje kish dalë edhe ish mshel, po kjo nuk do me thotë që na duhet mi mshel tash mi mshel qendrat e votimit, pse dikush keq përdor në një qendër votimi. Po ne do të më morë me keq përdorusin, po me lanë qendrën e votimit dhe votues me votu. Rregullori është bo vetëm për zgjedhjet të cilat sa po i kalum. Po shkruan në marrëveshjen që kemi pas secili prej nesh. Po nëse don me kon, aq në atë nivel me shku, atër në të metet në ftyrën tone. A e kupton në ftyrën e secilit që mundohet me e deformu një të vërtet që ne e dim. Ti po thu ligjet, ti po thu ligjet, çka e na morr vesh na për ligjet çka ka kaluar kuvert. S'është ligja, ja. Ligji kur miratuar ai pak e rëndësishme çka e kemi ndryshuar me 6 qershor, 5 qershor. Edhe dini mbi çfarë baze kemi rregullu. Pikërisht me qëllimin me përmirësu procesin në zgjedhje të rregullta. Në zgjedhjet po, që kjo është. Veç trego ku po lexon. Që kjo është. Rregullim. Pajtona plotësisht. Mbi çit bazë, shumë procese dëmshme i keni bëju këtij veni. Mbi çit bazën e tradhtisë dhe mashtrimit.
Po vazhdoj çështja jotja, edhe juja edhe merrni dënimin. Juve ta kena marrë shtetin e Unë pavarës, vetë po du më këtu, jo, po shumë e qartë, se këtu edhe vlerat njerëzore i keni humbë, ma me diskutu me juve çështjet integritetit zgjedhor. Sepse me vetdijet plot, e dini çka kemi bisedu, edhe çysh kemi dasht me përmirësu procesin dhe mi dhonë sekretariatit që deri në organizimin e zgjedhjeve, mas zgjedhjeve lokale, me pregadit një procedurë e cila e përmirëson dukshëm në rrethonat e votimit e jashtëzakonshëm, po të zgjedhjet e jashtëzakonshme, me u pregadit procedurat që mundsojnë me rrisin besueshmërinë, integritetin edhe themi manipulimet e mundshme që mund të ndodhin. Dhe dakordimet që i bëjmë, i kemi bë kolegialisht, edhe për shumë çështje tjera, del që ju i tradhtoni në momentin që e keni një interes musht, jo, si ju, se unë nuk besoj që ju si ju e bëni, po unë e kuptoj presionin që nga ju vjen. Jo e viktë regulorin dhe presioni, kërkun tjetër. Po, na kemi obligim para qytetarve e jo para disoliderve, cilët i tutën, i friksohen, kanë marrë panik prej votës Mërgacës, s'pe kuptoj pse. Jo bre për panik, se... Kush është për miratimin e plotët të buxhetit me amandamentimin e propozuar nga Arianiti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paralajmërimi është kështu. Me 12 dhjetor fillon afati i votimit përmes postës. Ju tash që keni votu për, ju veç buxhetin e votu, pra pjesën shtesë, dine për pasojat që keni pas, edhe publikisht, edhe administrativisht, edhe cilat do qofshin, nëse për shkak të veprimeve tuaja, Mërgatës, ju ja mohoni formën e votimit përmes postës. Shtu që le t'i merr secili përgjegjësitë e veta, po edhe sekretariati le t'i shikon mirë, sepse raporti që ata e kanë sjellë tregon qartë që nuk mundsohet një votim i tillë. Dhe nëse ne publikisht sot ka njerëz që votun për një buxhet i cili në bazë të raportit sekretariatit, thot që është abuzim me qatë buxhet, çfarë do operacioni që bëhet, sepse nuk e mrrim qëllimin për cilën bëhet, dijeni që jemi duke ndërmarrë veprime korruptive, përveç edhe veprime që e pamundsojnë kryen e një të drejte kushtetuese që Mërgata ka. Unë e kisha pas veç unë kisha dash ndoshta me gjetë një kompromis mes juve gjithëve. Dje, sot, telefon, mesazh, sa herë kam pas presion une. Kam pas presion edhe të gjithë edhim qka mundimi me votu, kam votu. Tash 2 herë me marë fjallën edhe me thonë mëfera, valla atë mos bojnë, prap na i kërç politik. Ki pas prej me? Jo. Ja, përshë, a ki pas prej kolegët? Jo, a i nuk është këtu, mos... Ja, a ki pas. Jo, se është çështja e presionit politik. Jo. Faleminderit. Prej kolegët? Nuk është këtu, mos për me vejnë në këtu. Pra ke pas. Nuk është këtu. Jo, atë se kjo është presion politik, edhe duhet me dalë me emra. Edhe unë mendoj që kush bën presion, dilni me emra. Jo.